Ishtu, e vanderova mamin se këtë pullën se djemë mu ka këpute, ma ka regullu mami edhe mu. Ishim të shqiptarët në Zvicër, më duhet, a bën librën me marë, sepse kam pa para pregaditjen dhe më ka pëlqy shumë. Kër e prezentoha në fillim me zotëri Recep Rifatin, nderuar të shikus, kam pas rastin me shku për shembull në një vend në qështë të Zvicrës. Edhe thëshin, jo, vjen këto, vjen Bacirez, se ai i përcjell gjitha aktivitetet. Veç kur u mbike. I thash Superman, sepse në librin Superman edhe Supermani është gazetar, ai mbike për një moment mbike dikon sepse fluturon. Dhe për atë edhe Bacirez në një moment caktuar veç kur e shes si hije në çdo aktivitet, është e papërshkueshme se si arrin të përcjell të gjitha këto aktivitete. Tani do të kemi një libër që do të dalë së shpejti me 1001 fotografi shqiptarët në Zvicër, 1001 pamje. Dhe besoj që ky libër do t'i mund ato 1001 pamje tjera që falëm negative dhe që i shohim lexojmë në gazeta. Dhe çka shoh pozitive këtu, të thonë dhe drejtën kryesisht në Zvicër, ajo që ka një opinion i gjanë, do të dim për Zvicrën dhe për shqiptarë. Diasporë përgjithësi është që ka kickboksera shumë, futbolera në Zvicër e dim, edhe ka diskoteka ku shkojnë, vallëzojnë që ty në muzikë, shu tallavaka pak, edhe krejt kjo është aktiviteti përgjithshëm. Mbasi ju do të dokumentoni me këtë monografi të gjitha ato që bëjnë shqiptarë dhe gjitha të enciklopedinë brenda që ke. Na fol diçka për këtë libër, lutna. Unë pak më parë tha se shqiptarët u fol për deliktet eventuale, pikat e zeza, a unë në këtë jetën time, këtë veprimtarinë gazetareske, kom dashur me përqendru në pikat e bardha të shqiptarëve. Nga se jam nisë nga një parem, nëse shikojmë një mur, edhe vjen një mizë aty eventualisht, edhe të gjithë e vrejnë atë mizë e nuk e shohin murin e bardhë. Për mu ka qenë parsore ta shoh murin e bardhë, me të gjitha të arriturat të shqiptarëve duke filluar nga... Sa vite ke përgatit librin? Librin 3 vitet e funit kom punu në mënyrë pandërprerë, por me vitet tëra kom da fotot, dikun rreth 90% të fotove janë fotot e mia origjinale, nga se dua të sjellë imazhin e fëmijëve që këndojnë, fëmijëve që luajnë, por edhe fëmijëve atraktiv, duke filluar edhe të një fëmijë që din t'i bjen edhe harfës antike, që vështirë është ta gjesh në Kosovë apo në Shqipëri. Këtu në libër kom arrit të gjej... Kom thonën që momentalisht traditat shqiptare do të thotë më shumë ruën diasporë se në trojë etnike. Por, sa i përket traditave, grupet artistike, s'paku mund të them lirisht se për 15 shoqëri kulturale artistike çdo njerën mund ta vëmë garë me çdo shoqëri edhe ansambël ekzistues në Kosovë. Këtë e kanë thonë edhe koreografët që përgatisin shotën, me përjashtim të ansamblit. Që ju e keni kryu atë një farë shteti, një farë identitetit veçantë, po na filloni me na konkurunieve këtu në Kosovë. Identiteti Nëse mirë, për fat keq që diaspora deri me tash zakonisht të shikoj si një lloj investimi familjar, por ose të gjithë ta që kanë ardhur jo si subjekt tani subjekt jo si subjekt aktiv, gjithë që kanë ardhur kanë kërkuar vetëm investime, ndërkaq askush nuk e ka kërkuar trunin e të rinjve, të rriturat e të rinjve në diasporë. Na thuj paravërsisht çka ka në libër, çka keni përshkruar e veçanta kësaj. E veçanta e librit është që unë përcjell jetën të rriturat e brezit të ri, edhe pikërisht ky libër i kushtohet të gjithë atyre fëmijëve edhe atyre të rive që në Zvicër i ruajnë traditat, kulturën e tyre, por i kontribuojnë edhe vendit ku jetojnë, vetë Zvicrës, do të thotë në mënyrë të pandarë në njënën anë edhe tjetrën. Dua të theksoj se aktualisht në Zvicër ka dikon rreth 2000 studentë shqiptar, në çdo 3-4 muaj në Zvicër doktoron një shqiptar në shkenca të ndryshme, duke filluar edhe deri në shkencat eksakte. Në anën tjetër kemi të ri shqiptar që janë pilot të aviacionit civil, që drejtojnë aeroplanet. Kemi zbulus të nofullës së qenit, e cila miratohet edhe në parlamentin zvicran, po ashtu edhe në Bundestagun Gjerman, ndërsa asnjëherë askush nga televizionet tona nuk e shef të udhës që t'i gjiroj këtë raste.
Rast karakteristik ishte se unë shkoj për të shkruar me një bari në një spital, Triemli në Syri, ku një shqiptarit në pronësi të tij i lejohet të ruaj 80 copa dele. Në bord spitalit. Në bord spitalit, pastaj po aty e shoh emrin e një mjekut Omer, edhe kur eshtja prej gazetarit do të thotë më shtyri që të shikoj është shqiptar, është turk apo është arab, nga mbiemri, edhe mësoj se është një mjek eminent që ka kryer 5 transplantime të zemrës, edhe që në fund e kuptoj se edhe ai bariu, edhe ai mjeku me një reputacion ndërkombëtar, janë të njëjtit fshat, nga një fshat i Tetovës, por që s'kan pas rasta njëri tjetrin. Do të thotë arritjet e shqiptarit duke filluar që nga një bari i zakonshëm deri te një doktor. Sa student ka momentalisht? Syri ka, në Zvicër përgjithsisht ka rreth 2000 studentë shqiptar, por mos harrojmë se ka edhe ligjerus, edhe asistent shqiptar. Në Zvicër, Svoni ka doktoru drejton Komoni, një mësimdhënës matematike në universitetin me renome ndërkombëtare, ETH, ku jep matematikën. Jo, po vetëm sa për ilustrim, ai si fëmijë në shkollën fillore ka qenë shumë i parahatshëm. Edhe mësuesja takon në stacionin e Lucenit, i thotë, drejton pas qenë ke rrit, çka bën ti? Thotë, po shes gështenja. Po thotë, ti edhe s'ke qenë për diçka tjetër. Ndërkohë një shok i drejtorit ja nis me qersh, i thotë asaj mësues, shikon në Google thotë edhe se kjo është asistenti matematikës, e tash shpejt i doktoron edhe do të jetë edhe profesor i matematikës. Tash ja nis mësuesja të qeshet, se e merr si të pabesueshme. Kjo është ajo që duhet ta besojmë, se të rit ton kanë për të arritur shumë. Vetëm edhe një moment për hir të këtyre muzicianëve që janë këtu, kanë admirim të dinë edhe për muzicianë, edhe të arriturat e elitës së muzikës shqiptare në Zvicër. Violina e parë e orkestrinës simfonike të Syrisë është shqiptar, violina e parë e orkestrinës simfonike të Gjenevës, po ashtu shqiptar Papa Avrami. Do të thotë, ne nuk i ndajmë atje shqiptarët për katësia prej ardhjes, ata janë gjithë shqiptar që i kontribuojnë imazhit tonë në tërësi. Pas i përmendjes student, më lejo vetëm ta bëj një me kërkesën do të thotë Këshillit Fondacionit. Fondacioni për Zhvillim të Kosovës është themeluar më 8 dhjetor 2011 në Bern të Zvicrës me mbështetje të ambasadës së Kosovës dhe autoritetit larta shtetërore zvicrane. Këtu po bëj një reklam të shkurtër fjala për një koncert. Do të ishte me interes. Ky fondacion deri tani ka ndarë 12 bursa, 8 studentë në Kosovë dhe 4 bursa për studentë tani që studiojnë në Universitetin Amerikan të Gjenevës dhe Konservatorin e Lartë Muzikës në Basel dhe Bern. Fondacioni ka ndihmuar po ashtu botimin e librit me fotografi për Kosovën të fotografit zvicran Bertrand Cotet. Ju që kanë ndihmuar? Ju ndihmojnë ndoshta. Fondacioni Fondacioni ka për qëllim shtimin e numrit të bursave, ndaj për këtë arsye Këshilli i Fondacionit në bashkëpunim të plotë me ambasadën e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë organizojnë këtë mbrëmje galla koncert më 6 prill në Hotel Kursal në Bern, ora 18:30. Ftojmë të gjithë shqiptarët që kanë dëshirë të kontribuojnë, të kalojnë një natë atraktive sigurisht, një galla mbrëmje. Vetëm të shërja të ndërhyjnë këtë rast, të tërheqë vetëm një paralele, sepse konsideroj se investimi më i mirë i çdo familje në Zvicër nuk është të investosh edhe më tej në objekte qoftë familjare, qoftë biznesi që nuk janë produktive, por investimin e shoh tek ato familje që investojnë në shkollimin e fëmijëve. Vetëm një rast karakteristik ta përmendi se një djalosh dikun 27 vjeçar që kishte kryer shkollën teknike, e shef një konkurs në gazetë për pilot edhe i thot babës së vet, thot mos ta kishe bli ato Kumanov dikun për 200.000 franga, unë do të bëhesha pilot. Edhe babaj e ndëgjon të birin, shkon e hum ka parin për 10.000 frangash, i tërheq hollat, tjerat në fakt nuk i jep, edhe ja jep të birit, por thot mban ti përgjegjësi se a do të arrish me u bë pilot. Edhe ai djalosh Burim Aliu tash është pilot i aviacionit civil edhe man vijen e fluturimit për çdo ditë në relacionin Lugano-Milano. Do të thotë, kjo është ajo që ne na bën që të mendojmë se ku edhe pse investojmë. Mos pos këtij fondacioni ku ka ndarë bursa, kemi edhe njerëz të biznesit shqiptar,
që kontribuojnë për shkollimin e të rive në Kosovë. Rast karakteristik është një personi që man emrin tonë, por që ka një emrin tjetër, Femi Fetau, shqiptarë të në Zvicër e njofin si pronar të Valiranqit, por në Zvicër e njofin si pronar të një fabrike me 80 e sa punëtor, por unë personalisht e njof nga një kontakt se herën e parë kur njof me te, ka thonë ti, Bacaret, që lëviz, shëtit, njef këta student, ku kishe me kontribu edhe ndihmu ma shumë, thash po të kisha pare si ti, do t'ju ndihmoja studentve. Mas 2 mujve, kur është bo inaugurimi i gurit të falenderimit në Cyri, nga una e mërgatës sonë për Zvicër, a i ma ofron një list me 15 bursa që kështë edhonë Kosovë. Ndaj, unë i kom mendu, edhe kështu se... Faleminderit shumë të gjithëve. Gjithë faleminderit shumë.